Dita 5 për gjetur sufllaqen më të mirë në Tiranë. Faleminderit, po të mbarë më pashë. Përvësira erdhi. Tani me kaq shumë komente sa ka marrë Mr. Greek, unë pres që sufllaqja t'jetë vërtet si në Greqi. Okej, madhësia është okej. Çmimi ishte, më duket 330. Këtu thot pa salcë, po e kanë bërë gabimisht sepse kjo i ka salca. Do me thënë tjetra nuk i ka, kurse kjo i ka, thjesht e kanë shkruajtur gabimisht. Okej, që ka përly i qik. Marrë njëherë patate. Ja, ku ashtë? E mirë. Provoj mishin se aty kam merak. Në shpule. Një sekund ta provoj dhe i herë se më duk shumë mirë. Qka super. Është e mbushur me mish dhe mishi është super i mirë, i shishëm, nuk është i thatë. Qepët e mia nuk ishin këtu, po s'ka problem. Duhet ta marr deri herës tjetër që të ketë qep, më duket. Edhe pitja është shumë e mirë. Vetëm sallata është bërë pak shumë nga nxehtësia, po që është okay. Rëndësi ka që ky mishi është thjesht super i mirë. Fiksim. Marr shumë komente që më thonë mos u lodh të kërkosh kohë se nuk gjen sufllaqe si në Greqi. Kjo e Mr. Greek me këtë super mishin ishte fiksi ato në Greqi. Më ka ngel dhe pak mish këtu që se s'kam për ta lënë. E mbarova, ngeli vetëm kjo domatja e vetmuar këtu që nuk e duam se u ngop. Më sugjeroni në komente vende të tjera që duhet provoj për sufllaqen më të mirë në Tiranë. Ciao!